Hakan Ertürk, başarılar olsun Mimoza, Sinop'ta Oğuz Özdemir'e selam olsun. Ve nga Fuşkruya, evet Fuşkruya benim aslında doğum yerimdir. Kruya benim memleketimdir. Nga Fuşkruya, Shqipëria, Arnavutluk'tan. Unë, Maliglen Elezaj, përshëndes familjen time, mamin Vjolca Elezaj dhe gjithë familjen, Fadil Elezaj, Megi Elezaj. Moza, se dia të kujtohet, mami im ka qenë infermierja e mamit tënd. Evet, aynı soyadı taşıyoruz çünkü Arnavutluk'ta Fuşkruya'da bir mesaj bu çocukluğumuzdan hatırlayan arkadaşlarımız. Gerçekten ben kaldım hani mesajı dün aldım ama hatırlayamadım, özür diledim. Dedim evet gerçekten ben bunadım herhalde. Aklımda gelmiyor. Bu mesaj çıkardım me të vërtetë është nga koha ime e fëmijërisë, e ka shkruar dikush që më mban moment kur isha e vogël, por I kërkova dhe ndjesë, se thash me të vërtet nuk më kujtohet, po du mendohem ta kujtoj. Si të plakësh kështu e ka puna. Zë të humbim kohë, se po shkojmë javash në fundin e programit, me cilën këngë do vazhdojmë. Ju lodhëm pak, ju kërkoj ndjesë, por për atë arsye që bllokova dhe telefonat që s'po I marr, se dua që të këndojmë. Në fillim desha ta cekjat se për këngëtarët me të vërtetë është shumë vështirë të ngrihen në ora sepse ki program është drejt për drejti Xhan L në të gjallë. Është shumë vështirë të këndohet në mëngjes, por na do të mundohemi brenda musive tona që Ju po këndoni shumë bukur për arsye se çdo kush që bëhet këngëtar, për shembull, unë jam artist i filme që luaj nëpër filma dhe drejtues emisioni. Po të marr mikrofonin dhe të filloj të këndoj këngën, do të thotë që me të vërtetë, qoftë në mëngjes apo në darkë, nuk do mundem ta bëj. Sepse nuk është ndjenja ime, nuk është diçka që e ndjej brenda vetes time. Por ai që është këngëtar si puna juaj, që jeni ngritur në 6 të mëngjesit dhe keni arritur mbas 2 orësh, 3 orësh udhëtim në programin tim, dhe në zërat tu janë si bilbila. Faleminderit. Ai që është këngëtar dhe e tregon veten e vet. Evet sevgili dostlar, saat 6'da kalktılar ve 3 saat yoldan sonra programa geldiler. Diyor ki hani biraz yorgunuz, gerçekten çok zor diyor. Hani sabahın körüne kalkıp da canlı yayın yapmak ama sanatçı olan sanatçıdır. 5 saat, 15 saat yoldan sonra zaten bunu en iyi şekilde evet dile getiriyor. Çünkü bunu hissediyor ve hissettiriyor. Me cilë şarkë po vazhdoj? Mirë, të vazhdojmë atëherë me një këngë. Pak më herët më kujtuar se Hamit Çalashkan, të cilin e njoh shumë personalisht, kërkoi një këngë Dola me shëtit në Bafqë. Evet, ato e kënduam të fillim. Paraprakisht kënduam diçka, por shumë këngë titullohen. Atëherë shqipe që titullohen e kanë të njëjtin titull, domethënë Dola me shëtit në Bafqë. Atëherë diçka të tillë, lozonjare, një këngë juve çfarë doni? Rregull. Telefonumuz varmış. Alo? Alo? Efendim? Shëret Toklijan. Mirë dita, mirë se erdhët. Si jeni, që po kaloni? Shumë faleminderit, mirë jam, juve si dukeni? Shumë mirë, me këta këngëtar. Edhe me Lule që keni dërguar në dorë, shumë faleminderit. Faleminderit, disha si përshëndes juve dhe më qasit që I keni në studia. Faleminderit. Shumë jemi të gëzuar dhe kënaqemi duke I dëgjuar këta këngëtar të mirëtësh. Faleminderit. Ju falenderojmë. Të dërgojmë një këngë juve dhe familjes suaj? Po, pa tjetër. E kisha pas dëshirë nëse ka mundësi, këngën Fred Prizreni Mori Shkodër. Pa tjetër. Atëherë, pa humbur kohë do I transmetojmë. Evet, çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın, telefonlar çok kısa ve hemen kesiyoruz. Çünkü programın sonuna gidiyoruz ve şarkılar yayınlamak istiyoruz. Başlayalım. Mere dur sine dhe tirane, se nakshtë
ajo